Është periudha më e bukur e vitit, kur të gjithë presim, por edhe bëjmë dhurata. Por sigurisht që më të dashura ato janë për fëmijët. Dhe këtë herë ishte shoqata Alba Access Open, që mendoi t'ua bëj festat më të gëzuara 140 fëmijëve me aftësi ndryshe, jetim dhe nga familje me pamundësi ekonomike në bashkitë Tepelen e Memaliaj. Dhuratat e personalizuara sipas moshës ju shpërndan fëmijëve gjatë një organizimi të veçantë, ku kaluan çaste argëtuese mes së pranisë së personazheve të dashur të filmave vizatimor. Ne kemi zgjedhur të festojmë me fëmijët me aftësi ndryshe dhe njëkohësisht me ata që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, si në këtë rast edhe jetimat. Kemi zgjedhur këto festat e fundvitit pasi ata jo vetëm që i presim, por janë vetë shkëlqimi dhe gëzimi i tyre që përcjellin 100% me të vërtetë. Dua pa mas të falenderoj të gjithë ata që më dhanë mundësinë të kontribuojmë me lodrat, me mjete didaktike, po ashtu dhe ambientin, domethënë që më ka mikpritur. Dhe pa diskutim dua të falenderoj të gjithë ata ose ato nëna prind që për këta fëmijët me aftësi ndryshe përkujdesen çdo ditë. Unë si kryetare e shoqatës Alba Access kam një nga qëllimet e mia për mirëritjen dhe mirëshërbimin e fëmijëve. Unë jam rritur vetë jetime edhe e di se çdo më thënë, por edhe të kesh më shumë tradicione të Shqipëri është akoma dhe më e vështirë. Pjesë e gëzimit të tyre u bën edhe fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve Nimete Progonati me urimet dhe interpretimet e këngëve dhe valleve popullore. Sot në këtë ditë të veçantë janë buzëqeshja jonë, ata janë drita e syrit tonë dhe me këtë ata tregojnë sepse fëmijët nuk janë fëmijët me aftësi ndryshme nuk kanë vetëm kufizimin e gjërave të vogla, por ata jetojnë bashkë me ne, ata jetojnë në një zhvillim social dhe me rregullat e tyre fëmijërore, ku përsëri na jepet rasti të falenderojmë përsëri këtë shoqat për dhuratat që ju dhuroi këtyre fëmijëve me rastin e festave të fundvitit dhe Krishtlindjeve. Ju urojmë këtyre fëmijëve festa sa më të gëzuara, më të qeshura, të kenë buzëqeshje në jetën e tyre, të kenë organizim sa më shumë në jetën e tyre, mos të kenë kufizime.